Mirë se vini. Sot do të bëjmë një analizë të thelluar të një ideje mjaft provokuese. Bëhet fjalë për mënyrën se si e matim kohën. Kalendari gregorian, ora me 24 orë. Burimi ynë është një leksion i mbajtur nga Sheikh Imran Hosein, ku ai argumenton se ky sistem modern është një shkëputje rrënjësore nga ajo që ai e quan koha e shenjtë. Misioni ynë është të kuptojmë pse, sipas tij, ky ndryshim ka pasoja kaq të thella shpirtërore. Pikërisht. Kjo është pika kyçe. Nuk është thjesht një ankesë, le të themi, nostalgjike për kalendaret e vjetër. Është një tezë e tërë. Teza se duke ndryshuar matjen e kohës, kemi ndryshuar vetë marrëdhënien tonë me realitetin. Dhe do të shohim se si sipas këtij burimi, çdo njësi e kohës, nga vitja deri tek ora, është transformuar. Në rregull, le t'ja nisim nga fillimi. Leksioni përdor një shembull shumë të fuqishëm nga Kurani, historia e të rinjve në shpellë, Surja El-Kef. Ata fjetën për 300 vjet, por më pas Kurani thot dhe u shtuan 9. Ky detaj gjithmonë më është dukur pak misterioz. Dhe leksioni e përdor pikërisht atë detaj si çelësinë e gjithçkaje. Ajo që ndodh aty është, domethënë, një konvertim i drejt midis dy sistemeve. 300 vjet diellor, pra të bazuar tek dielli, janë matematikisht të barabartë me 309 vjet hënor. Viti hënor është pak më i shkurtër, rreth 11 ditë. Pra, kjo histori përdoret si provë për të thënë se ka dy sisteme kohe, dhe koha e shenjtë, sipas leksionit, është ajo hënore. Dhe ky argument mbështetet edhe me vargje të tjera, apo jo? Më duket se burimi citon 2 herë nga Kurani, ku thuhet specifikisht se Zoti e bëri hënën për të numëruar vitet. Pra, paraqitet si diçka e urdhëruar, jo thjesht një preferencë. Po, dhe këtu argumenti bëhet si thuash më dramatik. Sipas këtij burimi, në traditën eskatologjike islame, Degjalli ose Antikrishti është një figurë që mashtron duke imituar realitetin hynor. Pra, braktisja e sistemit hënor për atë diellor nuk shihet si një përmirësim shkencor, përkundrazi, shihet si akti themelor i prishjes së kohës. Marrja diçka e hynore dhe zëvendësimi me një version artificial. Ky shihet si veprimi klasik i kësaj figure. Pra, nuk është një ndryshim kalendarik, por një akt mashtrimi metafizik. Kjo i jep një dimension krejt tjetër. Leksioni pastaj vazhdon duke përshkruar se si kjo prishje ka ndodhur hap pas hapi. Le të fillojmë me vitin dhe muajin. Sipas Kuranit, numri i muajve është 12. Kjo duket në rregull. Po, por theksi vjet te fakti se janë 12 muaj hënor. Një muaj fillon me shikimin e hënës së re. Një ngjarje qiellore, e vëzhgueshme. Problemi, siç përshkruhet, filloi kur kulturat e lashta, përfshirë arabët paraislamike, u përpoqën ta sinkronizojnë me stinët e vitit diellor. Domethënë për arsye bujqësore, tregtare, dhe për ta bërë këtë, shtonin një muaj të 13 çdo disa vjet. Prit një moment. Kjo tingëllon thjesht si një rregullim praktik. Nëse je bujq, duhet ta dish se kur është koha e të mbjellave, dhe kjo lidhet me diellin. Ta quash këtë një shtesë në mosbesim siç bën Kurani sipas burimit, duket jashtëzakonisht e ashpër. Pse një gjykim kaq i rënd? Kjo është një pyetje e shkëlqyer dhe prek thelbin e argumentit. Nga këndvështrimi i leksionit nuk është çështje prakticiteti, është çështje autoriteti. Sistemi me 12 muaj hënor paraqitet si një sistem i përsosur, i mbyllur, i caktuar nga krijuesi. Çdo përpjekje njerëzore për ta korrigjuar atë, edhe për arsye në duket arsyeshme, interpretohet si një akt arrogance. Një pretendim se njeriu di më mirë se Zoti. Pra, nuk ka të bëjë me matematikën, por me aktin e ndërhyrjes. E kuptoj. Dhe lidhja me ditët e sotme është e qartë. Janari, shkurti, këta muaj nuk kanë lidhje me hënën në qiell. Lektori përdor një frazë therse: "Ne ham birjanin ton dhe shkojmë në shtëpi të flem", duke nënkuptuar se jemi kaq të shkëputur sa as nuk e vëjmë re më. Dhe argumenti pastaj zbret nga makro te mikro, pasi trajton vitën, kalon te dita. Kur përfundon një ditë dhe fillon tjetra, përgjigjja jon moderne është mesnata, por leksioni argumenton se kjo është krejtësisht arbitrare. Sipas tij, dita përfundon dhe fillon në perëndim të diellit, një tjetër ngjarje e vëzhgueshme natyrore. Kjo mbështetet në traditat e lashta dhe në një thënie profetike që thotë se dita ka 12 orë dhe ora e fundit mbaron me perëndimin e diellit. Këtë pikë ai e bën shumë konkrete me një histori personale që më mbeti në mendje.
Tregon se si ishte në Cape Town për vitin e ri dhe fjeti herët. Rreth mesnatës u zgjua i tmerruar nga të shtëna armësh, duke menduar se mos kishte filluar ndonjë luftë, por ishin thjesht fishek zjarret. Dhe thot se në atë moment e kuptoi absurditetin. E gjithë bota festonte fillimin e ditës në një moment artificial, në errësirë të plot, pa asnjë lidhje me ciklin e dritës. Është një anekdote fuqishme, sepse tregon sa thellë kemi prëndësuar këtë koncept arbitrar. Nuk e vëmë më në dyshim. E njëjta logjike prishjes shtrihet edhe tek java. Burimi argumenton se struktura origjinale kishte një kuptim teologjik. 6 ditë pune dhe dita e 7, sabati e shtuna, si dita e fundit. Një ditë pushimi për t'u rilidhur me kohën e shenjtë. Sot, në pjesën më të madhe të botës, pushimi është e diela dhe java e punës nis të hënën. Edhe ky është një tjetër orientim i ritmit origjinal, sipas këtij argumenti. Duhet ta pranoj, kur lexova për herë të parë idenë e 12 orëve elastike, pjesa racionale e trurit tim tha, kjo është kaos total, si mund të funksionojë një shoqëri pa njësi kohe fikse? Por pastaj fillova të mendoja më thellë. Nuk po flasim për 24 orë mekanike, secila 60 minuta, po flasim për 12 periudha që zgjaten dhe të kurren sipas stinës. Pikërisht, dhe ky është ndoshta kontrasti më i madh. Një orë në verë është objektivisht më e gjatë se një orë në dimër. Ndoshta në vend që t'i listojmë të 12-tat, le të shohim disa kontraste të forta për të kuptuar konceptin. Po, kjo do të ishte e dobishme. Në rregull. Për shembull, ora e 5, siç përshkruhet, është periudha nga zgjimi deri në namazin e sabaut, para agimit. Kjo përshkruhet si ora më e rëndësishme shpirtërore e ditës. Krahasoje këtë me orën 5 të mëngjesit ton mekanike, e cila nuk ka asnjë kuptim të veçantë. Është thjesht një numër. Ose merr orën e 8, e njohur si duha. Kjo shënon fillimin e mëngjesit të punës, por nuk është një orë 9 fikse. Është momenti kur dielli është ngritur mjaftueshëm. Kjo e lidh punën me një sinjal natyror, jo me një alarm. E gjithë dita është e strukturuar rreth harkut të diellit, jo rreth lëvizjes së akrepave të orës. Pra jeta jetohet në harmoni me ritmin e diellit, jo kundër tij. Dhe kjo më kujton një thënie tjetër të fuqishme që citon lektori. Mos e shani kohën, sepse unë, Zoti, jam koha. Nga ky këndvështrim, ne nuk e kemi përmirësuar kohën, e kemi marrë diçka të gjallë, organike, dhe e kemi kthyer në një makinë pa shpirt. Sipas burimit, ky është abuzimi më i madh i mundshëm. Dhe nëse e lidhim këtë me pamjen e gjerë, argumenti është se duke e mekanizuar kohën, ne e kemi komodifikuar atë. Ajo nuk është më një dhuratë hyjnore, por një burim që duhet menaxhuar, faturuar, kontrolluar, si çdo mall tjetër. Ne nuk jetojmë në kohë, por shpenzojmë kohë, kursejmë kohë ose humbasim kohë. Vetë gjuha jone tregon këtë. Në rregull, e kuptoj argumentin për kohën natyrore, por a nuk është pikërisht ora mekanike dhe kalendari gregorian ai mjet që na ka lejuar të koordinohemi globalisht, të ndërtojmë shoqëri komplekse, të bëjmë shkencë, a nuk po romantizohet pak e kaluara këtu? Ky është kundër argumenti më i fortë dhe më i logjikshëm. Leksioni nuk e mohon dobinë praktike të sistemit aktual. Theksi nuk vihet tek ajo që kemi fituar në efikasitet, por tek ajo që kemi humbur në shpirt. Argumenti është se çmimi për këtë koordinim global ka qenë një shkëputje e thellë nga ritmet natyrore. Dhe sipas këtij burimi, kjo shkëputje ka pasoja reale. Dhe cilat janë ato pasoja? Cili është çmimi konkret? Burimi përmend një profesi specifike, koha do të përshpejtohet në mënyrë subjektive. Një vit do të dihet si një muaj si një javë si një ditë e kështu me radhë. Ky perceptimi i përshpejtimit kohës, të cilin shumë njerëz sot ankohen se e ndjejnë, paraqitet jo si fakt objektiv, por si simptom e një sëmundjeje shpirtërore, si një sinjal se zemra e njeriut nuk rre më në sinkron me pulsin e universit. Edhe kjo çon te pasoja më e thellë, më e brendshme, që ka të bëjë me perceptimin. Leksioni argumenton se kur jeton jashtë kohës së shenjtë, humbet diçka të quajtur nur. Zakonisht përkthehet si dritë, por këtu përdoret në kuptimin e një drite të brendshme, një busulle shpirtërore. Humbja e saj çon në verbëri shpirtërore. Pikërisht. Dhe kjo verbëri e brendshme, sipas burimit, i bën njerëzit të paaft për të dalluar të vërtetën nga gënjeshtra. Siç thot një citat kuranor, ata bëhen si bagtit, kanë sy por nuk shohin. Dhe për ta ilustruar këtë, lektori përdor shembuj shumë modern dhe të debatueshëm. Këtu duhet jemi të qartë. Ky është interpretimi i tij.
Ai përmend për shembull zbatimin e distancimit social në xhami gjatë pandemisë. E përdor si dëshmi se njerëzit, sipas tij, kanë filluar të ndjekin urdhra të jashtëm që bien ndesh me udhëzimet profetike, sepse kanë humbur aftësinë për të parë me zemër. Pra ai argumenton se kjo verbri shpirtërore po manifestohet para syve tanë. Pra, nëse do ta përmbledhnim, argumenti thelbësor nuk ka të bëjë aq shumë me kalendarët, por me një filozofi të tërjetë. Pyetja që shtron ky burim është: apo jetojmë sipas një ritmi të jashtëm, mekanik dhe të imponuar, apo sipas një ritmi të brendshëm, shpirtëror dhe të lidhur me natyrën? Kjo është saktësisht teza qendrore. Argumenti është se mënyra jonë moderne e matjes së kohës na ka burgosur me një kafaz artificial. Dhe ky sistem, nga ky këndvështrim, na ka shkëputur nga pulsi i universit. Rilidhja me këtë ritëm të humbur paraqitet si hapi thelbësor për të rifituar qartësinë shpirtërore. Dhe leksioni përfundon duke shtruar një pyetje, por interesant është se nuk jep një përgjigje të lehtë. Si mund të kthej njerëzit për të jetuar sërish me kohën e shenjtë? Dhe kjo është ndoshta pyetja më provokuese për të menduar. Në një botë dominuar nga ora mekanike dhe një kalendar global, si do të dukej, qoftë edhe në nivel personal, të fillojë të jetojë sipas ritmit të diellit dhe ënës? A është kjo e mundur, apo thjesht një ideal i parealizueshëm?